Faraoni i guximshëm 5000 vjet më parë. Është koha për duet! Ha, loje e bukur! E shkatrove ushtrinë e Weevillit me 1-7. O, të lumt, tani e bllokove atë. Po si pra? Ju dështaks po e kuptoni, më duket se me këpon ndeshet shoku juaj i vogël. Weevilli është kampion i rajonit. A i ka lëvizje që karkalici juaj as i shkon në përmend. Po, kjo Maj, gjithnjë na mërzit me fjalët që thot. E po, unë s'do ta lejoj që ajo të flas keq për shokët e mi. Ty s'të pyeti njëri, prandaj mbathja vrapit më mirë. Dhe të humbas mundësinë të shoh një kampion si Weevil që përmbys gjërat kurrën e kurrës. Po, Weevilli ishte shumë i zoti për të fituar kampionatin. Ai është i fortë dhe dinak. Po ju dy të rëllakët, anën e kujt mbani, more? Unë vetëm po them se ky është dueli i parë zyrtar i jugit, kaq. Ai po luan me një kampion. O, Maj, më nga trestare. Kujton se i di të gjitha, po ke për ta parë jugin. Ti e shkatrove ushtrin time me insekte jugi, por nuk e fituar ende. Kam shumë marifetet të tjera të fshehura. Gjatë gjithë këtij dueli, Weevil, ti e mburrur shumë në fakt. Por unë ende po pres tu që të më pickosh. Me që je i ri në këtë turneun e duelit, unë do të përpiqem të ta bëj më të thjesht ty. Do të ta heq atë ngërdheshin e shpifur nga fytyra jote. Tani do të shohim se cili buburec me fat do të haj kafshatën e parë. Oh, ky vemja i vogël këtu nuk ka asnjë mundësi kundër përbinçave të tu të fortë. E po mirë pra, do të luaj në mbrojtje unë. Ky do të kishte qenë një bluff i mirë. Por ende se kam harruar atë letrën e Grackës që luajte. Me këtë letër Gracke, ti do të mund të mos ulmosh mua me çdo njërin nga përbinçat e tu. S'më bllokoj dot atëherë, dhe s'do ta bëj dot as tani. Letra e Grackës së Weevillit do të aktivizohet sapo të bëj një sulm. Dhe do të shkatroj të gjithë përbinçat që kam në fushë. Po sikur unë të heq përbinçat e mi nga fusha në fillim dhe pastaj të shkatroj Grackën e Weevillit. E gjeta! Unë do të prish Grackën tënde, Weevil. Por më parë, letra e ri më këmbjes të përbinçave më lejon që të therras të gjitha krijesat që kam në terren. Përbinça, theuni tek letrat tuaja. Tani Gracka jote nuk ka asgjë për të kapur. Dhe pasi përbinçat e mi të kthehen shëndoshë mirë në dorën time, letra e ri më këmbjes më lejon që të nxjerr letra të tjera. Tani mjafton që të sakrifikoj një nga përbinçat e mi më të dobët dhe Gracka jote do të aktivizohet. Karibo! Sulmo! Tani! Letra e Grackës funksionon vetëm kur të kapi në befasi. Herën e ardhshme mos e trego planin tënd. Nuk e bëra, unë nuk dua t'ja di për atë Grackën e kot. Të mashtrova që ti thërrisje përbinçat e tu, që të mos e sulmoje këtë. Tani! Është thjesht një vemje e vogël mole. Ajo krijesë e vogël nuk mund të jetë një kërcënim i madh. Çfarë ka në mendje Weevilli tani? Sigurisht ai është një kërmill i vogël tani. Por larva e evolucionit do ta ndryshojë të gjithë këta. Çfarë? A nuk është i bukur? Ma shpithi. Insekti i Weevillit po e mbështjell veten në një larvë. Ju thash atyre vocërakëve që Weevilli do ta përmbyste këtë duel. Shiko, larva e evolucionit tim!
Brenda asaj larve ndodhet një flutur e vogël e imja. Edhe gjatë 5 radhëve të mëpasshme do t'i ndërshtrohet një ndryshim i habitshëm. Nga një flutur e padëmshme në një mall të madhe të pandalshme. Atëherë do ta prish larvën para se të ndodh kjo. Është më lehtë ta thuar se sa ta bësh Yugi, sepse larva ime e evolucionit merr edhe një fuqi bonus nga shkretë të tira rreth nesh dhe shton pikët e mbrojtjes. Do të bëhet aq e fortë sa që as sipërfaqen s'do t'ja gërvishtësh dot. Ja edhe 5 raunde të tjera Yugi. Pas 5 raundesh, flutura ime e madhe do të shtuk ty Yugi. Nëse ajo që thot Weevil është e vërtet, unë duhet të lëviz shpejt. Ajo gjë do të bëhet më e madhe dhe më e fortë me çdo sekondë që kalon. Unë duhet të gjej një mënyrë për ta hapur larvën tani. Nuk duhet ta lejoj fluturën të arrijë fazën e 5 të evolucionit. E kam një letër aq të fortë sa ta ndaloj atë? Gaia, kalor si egër! Shkatroja atë larvën! Fuqia e terrenit të bën edhe më të fortë. Një raund iku tani. A do ta provosh sërish? Do ta kem të vështirë ta aprish larvën e Weevillit. Dhe pas çdo sulmi që dështon, pikët e mia jetësore ulen shumë. O jo, Blidhe veten Yugi, do ta shposh atë qese me qelb. po ti me çfarë i duke qeshur? Me gjithë këtë tifozëri që po bëni, ju doni të na bindni se Yugi juaj ka edhe një mundësi. Sigurisht që e ka moj. Mos ja vër veshin asaj Thea. Çdo garues që ka dalë kundër larvës evolutive të Weevillit është shkatruar plotësisht. Të gjithë garuesit. Por Yugi na ka neve që e ndihmojmë ta mund. Ati i duhet më tepër se sa ju të shtak. E dëgjon se si rritet, po bëhet më e fortë ndërsa shtrëngohet. Po nuk shpika ndonjë gjë shpejt, jo vetëm që do të humb duelin tim, por do të humbas edhe mundësinë vetme për të shpëtuar gjyshin tim. S'do ta lejoj kurrë si që kjo gjë të ndodh. Tik-tak, tik-tak. Ja edhe 4 raunde dhe insekti im më i mirë do të dalë. Pastaj mos e vrit më mendjen se si ta shkatrosh atë, por fillo mendohu se si do të të shkatroj ty ai. Doshta duhet të përgatisë një mbrojtje në rast se nuk e ndaloj dot atë gjë. Po e harxhon kohën tënde kot. Asnjë mbrojtje nuk i shpëton dot kur të dalë vëmja ime. Duhet të gjej një mënyrë për ta përmbysur këtë duel. Weevil është i bindur se ajo gjë që po rritet në atë vëmje është e pandalshme. Por duhet të ketë një mënyrë që ta çash atë gjë dhe t'ia fshish atë ngërdheshje nga fytyra. Por si? Mbau fort Yugi. Duhet ta fitosh lojën për gjyshin tënd, ai ka besim tek ti. E di që ai po pret. Atëherë mos e lejo atë Weevillin e vogël të mund. Yugi, duhet të ndizesh më tepër. Prit, e gjeta! Të ndizem! Pra ju djem arrini këtu dhe shpikni këto brohëritjet e kota, apo ju vijnë vetvetiu. Do me thëna, nuk e kuptoni se këto fjalët tuaja pa kuptim thjesht e shpërqendrojnë Yugi në loj? Po ti nga e di, ma merr mendja se askush s'ka dashur kur të jetë shoku yt. Aq më pak të mundohet të brohoras për ty. Miqt nuk e kanë ndihmuar fare Yugin, ai po humbet. Ha? Shumë mirë. E po maj, pamja e fytyrës së Yugit më tregon se shoqëria sa po e ndihmoj. Po pra. E marr. Çfarë ide mund t'i ketë ardhur Yugit nga këta të lajthiturit? Jepi mallkimin dragojt! Nisur në fluturim! Dhe do ta kombinoj me këtë letër magjike. Sulmo me flakët e dragojt! Sa e mendon se pa bën more? A e di se ajo titullonja jote e vogël se lëndon dot larvën time? Çfarë ka për të qeshur? Kush të tha se kam si objektiv larvën tënde? Unë e kombinova letrën magjike të tokës që digjet me mallkimin tim të dragojt për të shkatruar pyllin rreth larvës tënde. Pa pyll, do të thot se unë e humb bonusin tim të terrenit. Pikërisht ashtu. Larva jote ishte tepër e fortë për të sulmuar drejt për drejt. Por pa bonusin e saj të terrenit, ajo është një objektiv i madh. Tani le ta provojmë edhe një herë këtë gjë. Gaia, kalor si egër! Sulmo! Ai ja doli. E hapi pa problem fare. A është ende gjallë? Kam një parandjenjë të keqe se do ta zbulojmë së shpejti.
gjë? Është ende në lëvizje. U habitët, ë? Është zhvilluar aq sa të mbijetoj. Ju thash që Weevil-i ishte i Zotit. Më habite që e prishe larvën time, Yugi, por gjithsesi nuk mundet të ndaloj evolucionin e insektit tim më të mirë. Mola e madhe! Por unë kujtova se duheshin 5 raunde. E po ti e ndalove një round më parë. Ai është gjithsesi i fortë sa duhet që të mund. Oh, jo. Ha, e shoh që tuafët e vegjël nuk po brohorasin më. Flutura e madhe është një krijesë e pandalshme. Ata mund të brohorasin sa të duan në prapasken, por kjo nuk e ndihmon Yugi në asnjë pikë. Weevil edhe një herë e përmbysi këtë ndeshje, por unë nuk do të heq dorë. Pra e kuptove, Yugi, se si bëhet kjo lojë, ose ndoshta po të pëlqen humbja jote e parë madhore në duel. Mund ta kesh nxjerrë përbindje fitimtar nga fusha Weevil, por unë gjithsesi do të gjej një mënyrë për ta shtypur atë buburrecin e rritur. Ha, këtë që the do ta paguash me pikët e jetës tënde. Dëgjove? Duel! Flutura e madhe! Nisu në fluturim! Ashtu qoftë atëherë, të do ta zgjidhim në qiell. Dragoj Yugi nuk mate dot me fluturën time të madhe, dhe asnjë nga përbincat e tij të tokës nuk ka aftësinë që të matet me mua në ajër. Por cilën krijesë të vogël do të shkatërrojë të parën? Mendoj se ka ardhur koha që të rregulloj kalorësit tënd që më prishi vëmjen time. Kalorësin tim, ai është zemra e forcës sime sulmuese. Nuk kam shpresë nëse e humb atë. Ka qishte, more Yugi! Flutura ime e madhe do të të shkatërrojë mbrojtjen tënde, do të të vras kalorësin dhe do të rrëzojë nga qielli. Jo sa të jem unë këtu, Weevil. Po, kjo është puna, ti si bën dot gjë. Sulmi uragani fluturas. Jo! Luftëtari im Castor! Mbrojtja ime! Është e kot. Asgjë nuk përballet dot me erat e fuqishme të uraganit të fluturës time. Kalorësi yt do të zhduket fare, more. Mëso pra të mos ma ngacmosh me larvën. As mos e mendojte. Weevil, ti isha aq i zënë me mburrjen e larvës tënde, dhe se vure re letrën e polimerizimit. Por, unë mendova... Nëse kanë dy përbindja të njëjtë në fushë, unë do të mund të përdor letrën time polimerizuese dhe t'i bashkoj në një krijesë të vetme të madhe. Unë nuk jam i marrë, more. Unë e di se çfarë bën bashkimi. Atëherë duhet ta dish si i rrit pikët e mia të sulmit. Kombinimi im kalorës dhe dragua tani është aq i fuqishëm, sa që të dalë kokë më kokë me fluturën tënde të madhe. Nuk do t'isha kaq i sigurt për këtë. Shiko edhe një herë. Çfarë? Jo. Kalorësi im po humbet pikë. Dhe shpejt. Por si? Dhe pse? Është helm, more Yugi. Pjesës a helmi nga flutura ime e madhe. Sa herë që përdor sulmin e saj me uragan, rreshon me mira nga këto pjesësat e vogla dhe kombinimi i të çmuar dragua dhe kalorës po helmohet nga prekja vdekje prurse. Kalorësi im po humbet pikë pas çdo sekonde. Por si do ta mbroj kundër vet ajrit? Më duket se pjesësat e mia helmuese po të mundin ty, Yugi. Oh, jo! Kalorësi im është në telashe serioze, dhe në dorë nuk kam asgjë për ta ndihmuar. Por e di se letrat e gjyshit tim nuk do të më zhgënjejnë. Po, a je gati për një shi, Weevil? Shiko pak, mjegulla magjike! Jo, helmim! Ti po e largon të gjithin! Ashtu është. Mjegulla magjike e pastron mirë terrenin. Nuk është e drejtë, për pak do të fitoja dhe me një shi të vogël e shpëtove veten. Është e vërtet, e shpëtova kalorësin tim, por nuk bëra vetëm kaq. Mirë atëherë, mund ta kesh ndaluar sulmin tim me helm, por të premtoj se kjo ishte një fitore e shkurtër. Nuk do të mund të dalësh dot nga lëvizja ime e radhës. Përgatite veten tënde për sulmin më të fortë të insektit tim. Flutura e madhe, tornadoja e vdekjes! Një goditje drejt për drejt. Shtohia jote me shi nuk të shpëtoj nga kjo gjë, apo jo? Kalorësit mori fund dhe për pak të mbaruan pikën e jetës. Yugi, vazhdo lufto, mund ta marrësh veten prap.
Ju thjesht po gënjeni veten. Jo, Joey ka të drejtë. Yugi nuk heq dorë kur dhe ne seqim dorë prej tij. Jeni të çmendur. Weevil e shkatroi kombinimin më të fuqishëm të përbindshave të Jugit. I kanë mbetur vetëm 50 pikë jetë. Ai nuk fiton dot, prandaj më bëni një nder dhe mos bërtisni më. Nuk do pushoj së bërtituri më bjonde oksigjenuar egoiste që bën sikur i di të gjitha. Na bëj një nder dhe zhduku. Apo jo, Joey? Mire, theteja. Thjesht shpërfille atë. Yugi është në telashe. E di, çfarë mund të bëjmë? Nuk e di. Por do t'ishte mirë të shkëmbeni Mind për pikë jete. Ha, sikur. Ju a tha që në fillim që Yugi nuk ka asnjë mundësi për të fituar. Ai po harxhon shumë nga koha e tij duke ju dëgjuar ju. Weevil e mban mendjen tek loja. Atëherë përse nuk e pa këtë që po vinte? Çfarë të shikonte? Atë gjë për të cilën Yugi po qesh. Ke të drejtë. Ai ka një buzëqeshje të madhe. Nuk po buzëqesh, mendoj se po qesh. S'ka mundësi. Hej, pse e ka që lumtur ti more? Mjaft me ato të qeshura! Weevil, e di se do t'jetë shumë e vështirë që ta pranosh humbjen e një dueli. Sidomos pasi harxove kaq shumë për të gjetur mundësi të mira për të mashtruar. Por nëse mendon se duke thyer rregullat mund ta fitosh këtë lojë, e ke gabim. Jo, ky është një bluff! Ti luan jo ndershmërisht dhe pret të njëjtën gjë nga kundërshtari yt. Por unë luaj me nder, Weevil, dhe kjo e bën gjithë ndryshimin. Ti nuk e asgjë! Ja se çfarë kam. Thirrjen e Kafkës së Madhe! Wow, çfarë është ajo? Kaq ishte, Weevil. Insekti yt i madh nuk do ta përballoj dot sulmin tim të radhës. Me siguri Yugi ka lejfitur. Kafka e ti duhet jetë e fort, por flutura ime e madhe është edhe më e fort. Nëse ai është aq i marrë sa të sulmoj, përbindshi im me siguri do ta shtyp përbindshin e tij dhe do të fshijë të gjitha pikët jetësore të çmuara të Yugit. Pas ka na shkaluar diçka, Weevil. Mjegulla ime magjike vazhdon që ta lag të gjithë këtë fushë. Ai ka të drejtë. Çdo gjë është e lagur. Edhe flutura ime e madhe është bërë qu. Dhe me që Kafka ime e bardh sulmon me elektricitet, e bën fluturën tënde të lagur një rrufe pritëse me përmasa gjigante. Shpresoj të jesh gati për fishek zjarre, Weevil, sepse gjithë ky ujë i shtoi me 1000 pikë forcat elektrike të përbindshit tim. Birja e Kafkës! Goditja e rrufes! Tani mbaroj, fitova unë. Jo, e pa mundur. Flutura ime nuk mundet. Të lumt, Ashtu Yugi! vazhdo! Po! Ai fitoi, e dija që do fitoje. E habitshme. S'ma mori mendja kur që Yugi do ta mundte Weevilin. Po unë jam kampion i rajonit. Ti e quan veten tënde kampion, Weevil, por i fiton duelet e tua vetëm me mashtrime dhe me gënjeshtra. Kampionet e vërtet luajnë me nder. Ata luajnë pastër. Mos e harxho frymën me këtë kërmillin mashtrues. Ai është një garues i turpëruar. Dhe unë tani do ta zhvesh nga manteli i tij i duelit. Ja, bëra 3 yje deri tani. Por më duhet të fitoj akoma dhe 7 të tjerë. Me 10 yje do të mund të hyj në atë kështjellën ku gjyshi im mbajti i burgosur. Dhe do të luftoj me Pegasus një herë e mirë.